faul, po su këthy mirë, u këthy mirë. Mundet me qenë një situatë, kur ti e ki një perceptim pak ma ndryshë se profesionisti, edhe nuk do të thotë se faktikisht background jëtë në aspektin e akademik, çështjes akademike të kësaj të fushë, sepse nga këtë vështrimi neutral, tash kur t'ja nisi me fol për nacionalizmin, ai ka mundësi që ka drejtaj. Nëse kishin librat akademik, tash të thoj liga kombeve, thotë kombe ndryshëm, dikush tjetër ty të konsideron kombe ndryshme. Okej, liga ndryshe ti ndjeu çysh do që ndjehesh. Ndjeu kosovar, ndjeu shqiptar, na njem kosovar, shqiptar. Në rregull është ajo, po pastaj për diskutim është vështirë. Problemi është pak më i thellë, sepse ai normal që unë me to që pëlqen, po pastaj këto tema kur ti është ma jo, po normalisht që gjithmonë ai zhvendos debatin te ajo pjesa ku është fort. Po problemi po pse se zhvendosi debatin te loja? Jo, debati ke te loja. Simbolika, neve çka na intereson, ajo çka deshta me pyet ty direkt është problemi se a e dim saktë se si e trajton UEFA simbolet e Shqipërisë. Simbolet e Kosovës nga këndvështrimi juridik. Në momentin që kjo çështje juridike pastaj vjen. Sepse largimi i simboleve është bën nga personat shqiptar, faktikisht shqiptarët kanë qenë policët apo kushdo që e ka larguar ato. Po problemi ka qenë se vendimi ka ardhur prej dika tjetër. Nuk ka ardhur nga Shqipëria. Këtu është pastaj përzierje e konceptit. Ka vendime, s'mundet marrë vendim për me paragjykuar situatë. Ato po them unë se si e rregullon UEFA. Si e rregullon UEFA për pse te UEFA, çështja është pse te UEFA për shembull simbolet tona me u konsiderosh e bën Federata Shqiptare e Futbollit. Po, me rregullat e bashkë me UEFA, se është pjesë. Kjo është në kompeticione të Kupës së Botës dallojnë krejt. Rregulloret posaçme ka kompeticionet për World Cup, kompeticionet për UEFA, kompeticionet e Ligës Kombës, se cila ka regulativën. Nga ka mujt me orë? Jo, ky vendim për e normal që vjen... Si e nje UEFA simbolin tonë, si e nje? Unë e shpjegova, UEFA simbolin une, edhe në Komitet Ligjor të UEFA-s kom shërbyer disa vite, dhe simbolin e UÇK-s dhe simbolin e Flamurit Shtetit të Kosovës nuk e ka në listën e simboleve ndaluese. Atëherë ka mungesë informacioni.